Kur e sheti në një pozicion të rëndësishëm politik, zoti Basha po del që është karremi i zotit Kurti në kuptim edhe të 700-800 milionëve cilat duhet të miratohen në kuvendin e Kosovës. Nëse e shohim politikën të tillë, atëherë është dashur zoti Kurti të lëshoj pe në drejtim të kryetarit kuvendit. Jo, mendoj që nuk është dashur më shumë. Okej, tash kishin delegitimim komplet i kuvendit. Dikush me 3 vota në marrë kryesimin e kuvendit. Mendoj që i shkoni praktike keqe, mendoj që e kemi të i kaluar, sepse ne kemi pas fenomene të tilla të cilat nuk është që i kanë bërë mirë këtyre. Edhe falje kështu, jo, numrit deputetëve kemi çështje. Jo, veç edhe diçka tjetër. Diskursi i vetëvendosjes zakonisht është që ata kanë bërë marrëveshje politike për ambasador, kanë bërë marrëveshje politike për tendera, kanë bërë marrëveshje, ne nuk shkojmë me këtë diskurs politik. Unë kujtoj që sot një vjet, ne jemi në 700 milion sanksione ndërkombëtare, për sa i përket logjikës që kanë ndjek pikërisht vetëvendosja në logjikën qeverisë të saj. Nëse ne sot nuk lëshojmë pe për kryetarin e kuvendit, nuk jemi 3 deputet, nuk jemi në gjendje me i formu 61, atëherë ti nuk je në gjendje as me qeverisë me vendin. Pra me këtë logjik nuk shkohet përpara, sepse megjithatë, unë kujtoj që në një botë demokratike është komunikimi i cili e sjell një rezultat. Ti nuk mundesh me bloku këtë procesin, sepse është përgjegjësia e parit, i dyti edhe i treti, dytit nuk i ka çu ftesë, nuk i ka çu as të katërtit, as të pestit. Keni thonë s'po duhet. Ta kemi edhe ne kemi dhënë përgjigjen. Edhe Hamidin. Kështu, padyshim që përgjegjësia politike ma madhe edhe vetme mendoj se është Albin Kurtit. Nuk ka ndonjë historinë parlamentare të Kosovës me pas 48 deputet, një subjekt politik, mos me kriju institucione qendrore, domethënë vetëm rasti i tij. Edhe mendoj që LDK-ja ka bërë shumë mirë që nuk ka shkuar në koalicion me këto, sepse veç themi një 4 vite më herët, një koalicion i LDK-s me lëvizjen vetëvendose, çka i ka bërë? E ka prish koalicionin për arsye koti me LDK-n, ndërsa e ka marrë koalicion me Moza Kusarin që ka komunikuar me kryeterroristin Radojčić. Domethënë, ky edhe pi atij koalicioni LDK-n e këtë shtrati elektoral i LDK-s ka shumë vetëvendose. Këta e kanë drejtën e Zotit mos me hime Albin Kurti në koalicion. Madje edhe në shkurt i ka thonë hajvan. Domethënë, nuk duhet me i, këtë duhet më mësu, më sill si lider politik. Edhe kjo papërgjegjësi e tij politike kam i kushtuar çdo zgjedhje, që kanë më marrë me 28 nëntor. Edhe Fatmir Limaj, nëse varesh, mos harrojmë, LDK-ja Ibrahim Rugova ja ka dhënë Ramush Haradinajt kryeministrin me pak deputet. Praktike keqe. Po praktike keqe ka formu qeverin. A është praktike mirë që një vit me majt vendin e blokuma? A është e mirë që një vit me majt vendin e blokum? Së është e mirë. Edhe pse që ka ndodhë? Që ka pas keqe, për shambull, që kanë ju formu institucionet, edhe kër e ka bo Bajram Recepin kryeministër, edhe Ramush Haradinaj. Asë një qetë s'ka qetë. Bile ma pa ka pas deputet. Ka pas analogji. Po te e mon Mimoza Kusarin që komunikon me Radojčićin. E mon njerës që shkepin, bojnë keqpërdorime, ki me aktakuzën gjysën e kabinetit qeveritare dhe shumicën si ka ndru. Dhe me thonë, ky nuk është interesum, a është LDK-ja mirë, ky veç ka dash me marë. Bollë mirë kanë bojë që s'kanë shku me ta. A kisha guxu veç edhe diçka me potencu. Me thonë të drejtën, unë e shoh politikën shumë praktike. Vi prej një sektori, unë jam inxhinier me profesion, edhe kam qef gjanat më konë praktike, jo, si me thonë, shumë abstrakte edhe teorike. Ne kemi pas një takim me zotin Kurti në Zyren, si drejtër investime bashkë me kryetarin e Prishtinës, e kemi pas projektin e UNAZ-ës kryeqytetit. Ka ndërlidhje kjo që po e them, ne kemi pas një projekt i cili ka fitu 82 milion donacion kanë qenë nga Bashkimi Evropian, diku 120 milion ose 130 milion